Albin Kurti ju merr qytetarëve të vet çdo vit 3.5 miliardë euro nga taksat. Edi Rama ju merr qytetarëve të vet 7 miliardë euro nga taksat. Albin Kurti ju dha pensionistëve vet 100 euro shpërblim për fund vit. Edi Rama ju dha 50 euro shpërblim për fund vit. Albin Kurti ju dha gjithë fëmijëve të Kosovës 100 euro shpërblim për fund vit. Edi Rama se ka iden që mund të jepet shpërblim për fëmijët. Me gjysmën e buxhetit ai jep 4 herë më shumë shpërblim. Dhe di pse ndodh kjo? Sepse në Kosovë nuk viden lekët e taksave. Në Shqipëri viden shumë. Prandaj besoj se e kërkojmë gabim kur themi që të bashkojmë Kosovën me Shqipërinë. Do ishte më zgjuar po të bashkojmë Shqipërinë me Kosovën. Ata din ta bëjnë më mirë.